Ju prezantoj me Zotin njeri të mirë. Mendon se edhe ti je njeri i mirë? Ky njeri është vërtet i mirë. E po, përpiqem të bëj të mirën. Ai është kaq i mirë sa që nëse njerëzit e mirë shkojnë në parajs, ai do të jetë i pari në radhë. Ha, lëri këto. Pra, Zoti njeri i mirë, ai ke mbajtur të 10 urdhërimet e Zotit? Paka shumë. E ke problem po të shikojmë një herë dhe pastaj të kuptojmë sa i mirë je me të vërtet. Në rregull. Shumë mirë. Ja një, nuk do të gënjesh. Zoti njeri i mirë, a ke thënë ndonjëherë ndonjë gënjeshtër? E po, kush nuk ka thënë ndonjëherë gënjeshtra? Si e quajmë dikë që thot gënjeshtra? E po, gënjeshtar? Ja një urdhërim tjetër. Nuk do të vjedhësh. A ke vjedhur ndonjëherë ndonjë gjë, qoftë edhe një herë? Jo. Por sa po më the se je një gënjeshtar? E po, kam vjedhur disa karamele dikur, kur isha fëmijë. Dhe çfarë quajmë dikë që vjedh? Hajdut. Ke të drejtë. Le të provojmë një tjetër. Nuk do të shkelësh besnikërim bashkëshortore. O, kjo është e lehtë. Unë kur se kam tradhuar gruan time. Shkemi, bukurosh. O, shpirti. Jezusi ka thënë, në qoftë se e sheh një grua me lakmi, ke shkelur kurorën me të në zemrën tënde. O, po, e drejtë. Edhe një. Kurrë nuk do ta përdorësh emrin e Zotit Perëndis tënd kot. A e ke përdorur ndonjëherë emrin e Perëndis për të sharë? O, për atë zo! Kjo, Zoti njeri i mirë, quhet blasfemi. Perëndia të dha jetë dhe frymë dhe çdo gjë që ke. Dhe ti e zvarrit emrin e tij në balk. Pra, nga vetë fjalët e tua, je gënjeshtar, hajdut, blasfemues dhe kurorshkelës në zemër. Dhe këto janë vetëm 4 nga 10 urdhërimet. Dakord, nuk jam i përsosur. Në fakt është më keq se kaq. Ta zëm se mund të vëmë një kartë regjistruese në trurin tënd që do të regjistronte të gjitha mendimet e tua private për një javë të tërë. Dhe pastaj ti luante këto mendime në një ekran gjigant filmi për të gjithë miqtë dhe familjarët. Do të më vinte shumë turp. Bibla thot se Perëndia di gjithçka, madje edhe mendimet e fshehta të zemrës tënde. E po, në krahasim me disa njerëz, unë jam shenjtar. Po, kjo është e vërtet, por standardi është ligji i Perëndis, jo njerëzit e tjerë. Përveç kësaj, edhe në qoftë se mëkaton vetëm 5 herë në ditë, për një vit do të bëshin 1825 mëkate, dhe nëse jeton deri në 70 vjeç, do ta kesh shkelur ligjin e Perëndis mbi 127.000 herë. Do të duhet të përgjigjesh për çdo mëkat në ditën e gjykimit, por Bibla thot se secili prej nesh do t'jap llogari për veten e tij para Perëndis. Por Perëndia do të më fal, apo jo? E po, ta provojmë një herë në gjykat. Hey, shiko, unë e di që e shkel ligjin vazhdimisht, por a nuk mundeni ju zotë gjykatës të mbyllni njërin sy? Vetëm një gjyqtar i korruptuar do ta bënte këtë. Një gjyqtar i mirë do të thoshte: drejtësia kërkon të paguash për fajet e tua. Perëndia nuk është gjyqtar i korruptuar. Ai është një gjykatës i shenjtë e i drejtë. Ai e urren mëkatin. Jezusi paralajmëroi që në ditën e gjykimit të gjithë që do të kenë kryer mëkate kundër Perëndis, me të drejtë do të përfundojnë në një vend të tmerrshëm të quajtur ferr, dhe nuk do të mund të shpëtojnë për gjithë përjetësinë. E po atëherë, si mund të shkojë dikush në parajs? Ka vetëm një mënyrë. Perëndia e deshi aq shumë botën, sa që dërgoi Jezusin, birin e tij, për të jetuar një jetë përsosur. Ai kurrë nuk mëkatoi, as edhe një herë. Pastaj Jezusi ofroi të merrte dënimin për mëkatarët fajtor. Ai u fshikullua, u rrah, dhe u vazhdua në kyç, dhe vdiq në mënyrë që të përmbushej drejtësia, dhe mëkatarët të jetonin të lirë. Pastaj Jezusi u ringjall dhe mposhti vdekjen. Jetën e përjetshme nuk mund ta fitosh me ndonjë gjë që mund të bësh. Është dhuratë e Perëndis për të gjithë ata që përulen dhe vinë tek Jezusi. Ai të fal, të bën të pastër dhe të jep një zemër të re, me dëshira të reja. Bibla thot se nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Pra mos jeto për veten tënde, ktheu nga mëkatet dhe eja tek Jezusi. Pastaj lexoje Biblën dhe bindu asaj. Gjej një kishë të mirë që të ndihmojë të rritesh dhe pastaj dil dhe tregoju njerëzve lajmin e mirë.